profesorin Erdian Kastrati. Profesor, mirë se jeni në Kosovë. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Po marrim shkas me nis këtë bisedë me juve pas gjithë këtyre ngjarjeve, gjithë këtyre diskutimeve që ndodhen në 2 ditët e fundit lidhur me gjykatën speciale. A është dashur që ky debat më u zhvillu më përpara dhe gjithë këto aktivitete më u zhvillu më herët si në Hag, si në Kosovë? Po kjo është bash pyetja që është dashur me apo gjithë ne që jemi marrë me politikë vetvetes. A dini pse? Sepse për shembull më kujtu tash në këtë pyetje në kontekst rastet që ka pas Kroacia janë në për gjykata sikur kjo e jona, pra ndërkombëtare të Hagës. Qeverit kroate, pavarësisht kush atje ka qeverisur, i kanë angazhu jo vetëm avokatët e vetë, jo vetëm lobingjet politike brenda parlamentit, komisionet, debatet parlamentaret, komisioneve të qeverisë, me shoqëri civile, me lëvizje, me organizatat veteranëve atje, branitelji Domovinskog rata, i thojnë ata, veteranëve atje, a kupton? Por ka angazhu institucione të specializuara të drejtësisë ndërkombëtare, ka angazhu organizata ndërkombëtare të specializume, me shku aty çdo ditë, me qenë se s'kan pas vetë potencial dhe kapaciteti, se as ne s'kemi, a kupton, që me i përcjell të gjitha ato procese gjyqësore të padrejta ndaj gjeneralëve kroat, në mesin se kemi edhe shqiptar, për me raportu pastaj në parlament, e pastaj ato raporte me u shfrytzu që me lobu diplomatikisht për qendrat e vendosjes diplomatike prej Washingtonit, Brukselit e tutje. Dhe kështu punën një shtet serioz. Çka kemi bëne? 2 protesta në fund si me qykizorit. Kur që ma shumë? Po kjo, është dash me ndodhë shumë herët. Po ndodhë në finale, stash jenë finale. U shkry këtë procesi dhe pritet në korrek, e që unë jo shpresoj, po jam shumë i bindur që ata do të lirohen, sepse tani po vrem... Se s'ka ndodhë? Se s'ka ndodhë, sikur në Kroaci? Po s'ka ndodhë, sepse askush s'ka qenë interesuar nga partitë politike me bënë një koncept të tillë. A më kupton? Të gjithë kanë shkuar, kanë bënë një pelegrinazhe atje, vizitova Hashimin, vizitova Kadrin, sa për do fotografia për me konzumu këtu publiku e ku diun edhe që janë keq përdor brutalisht, do thotë edhe shpeshherë këto vizita më thashe, thanë, a kupton, interpretime dashakece për me keq përdor edhe politikisht dhe për fushata zgjedhore, më në fund e tjera. Por askush nuk ka jep një iniciativë tillë, unë sa kam qenë në parlament në atë kohë, që ta marrim modelin e Kroacisë. Jo që ne dim, vllai dashur më shumë, po ja ku është modeli i Kroacisë, merrni të njëjtat institute, afërsisht të njëjtat organizata ndërkombëtare, monitoroni procesin, bëni të madhe, loboni, pastaj në bazë të aty në raporteve, sjelljeni në Parlament të Kosovës, nuk do në vetë vendosa me 50% kallja parlamentin, kupton? Po s'është bë kjo, nuk është bë. Kjo do thotë, ka qenë në formë të defit kështu për kraja për Hashimin, Kadrin, Basin Jakup edhe Reqen, as këta të vëvës Hiceq për Reqen kur gjë që s'kan bë. Dhe ka mbet kjo epilog që të përfundoj me 2 protesta se të paka shumë ishin artificiale nga organizatorët, por që ishin shumë me shpirt nga pjesëmarrësit, sepse pjesëmarrja tregoi se sa e respektojnë ata zullumçarët në thojza që gjindën atje në Hag, falë se dhe nesët e kemi këtë liri që e gëzojmë. E unë e di që ata kanë më lëru, sepse u po që kjo ka qenë një cirk, ka qenë një teatr, një hajgare nga prokurorët, a më pëtën ku kanë thirë dëshmitarit që thotë më kam vjedhë në zatin, a më pëtën banalitete, dhe është furnizu komplet me procedura, me dokumentacion dhe dëshmi të rreme të UDB-s sërbe në bashkëpunëtor shqiptar të Kosovës, të gjitha të rreme, ata kanë më liru dhe ne po vrejmë edhe në këtë krizën politike që po kalojmë që sa më largë po shkon data e çlirimit të Kosovës, aq më shumë po ndim nevojën që ata të kemi këtu pranë. Dhe për të ardhur tek politika, zgjedhjet përfunduar, rezultati po dihet tashmë dhe numërimi është afër fundit. Ju profesor personalisht si e keni parë këtë rezultat? Është kumtuar në forma të ndryshme, sidomos rënja në vota lëvizjes vetëndosje. A ka një shpjegim? Po, unë kam një shpjegim, kjo ka qenë një protest. Abstinenca e madhe atyre që s'kan dalë në vota dhe këta 150.000 që i ka hup Albin Kurti, afërsisht ashtu diçka, ishte protest kundër Albin Kurtit. Pra, thjesht sepse u konzumu kapitali i shpresës së rreme. Pra, kjo ka jap shpresat rreme këtyne. Kena më bo Zvicër këtu, kam i shti krejt në burg. Dhe njerëz të zhgënjyn. Këta 150.000, prandaj nuk dalën në vota. Dhe zhgënjimi, a disi, zhgënjimi është më i keq se sa kundërshtimi. Se opozita, aq sa ka mujt ka kundërshtu, kundërshtarit të lufton, kundërshton. Por ai që zhgënjehet, ai të braktis.
dhe e braktisin, 150.000 veta e braktisin. Jo me braktis ideologjikisht që me shku të ato parti tjera opozitore, se asnjë nuk shkoja njëra me votu, se po sa mërën edhe ato, po e braktisin sepse njerëzit e ti që votun për shprec, u lëdhen nga i hendeku i madh mes të, si thush, mes të retorikës edhe propagandës. Se ky u shqeu të në kohën, 4-5 vjetë, me propagandë, në vend që me zgjidhje konkrete. I ushqeu me spektakël komunikativ, në vend të projekte konkrete. I ushqeu me urrejtje, pra i menaxhën të... Shterp ishte? Shterp i qeverisë të emocionet e tyre, sidomos atyre në diasporë disave, dhe jo me qeverisë me projekte. Prandaj, edhe në fund këta 150.000 që e braktisin nga zhgënjimi, sepse e panë që ky që i ka rrejt, me ato kritikat kundër ati ish establishmentit politik, doli më i keq se sa ai establishmenti cilin këta e kritikonin. Dhe natyrisht për mu është e natyrshme kjo, sepse çdo pritje që u shihet kështu, çdo proces si ky, ose figurë si ky që rran, falni, e që u shihet me pritje mesianike, në fund ka më gjyku paq me standarde të larta. Domethënë, nuk është që këto ja mori opozita 150.000 veta, po këta u zhgënjyen, ja mori graviteti i realitetit. Dhe graviteti i realitetit herdo kurdo kthehet bjen tokë, ecë me kom në tokë. Dhe këta 150.000 ju larguan. Por që nuk shkuan në opozitë, se ju e po që edhe opozita... Pse opozita të Arzuti Kastrati, nëse ndjekin këtë logjik, i bie që edhe opozita humbi më pak vota se sa vetëvendosja, por megjithatë ka humbur vota në numra edhe krejt partit i bloku ish opozitar. Pse tash këta të votues që nuk e kanë votuar opozitën, për çfarë arsye nuk e kanë votuar? Janë dëshpëruar, nuk ju ka pëlqyer kauza, apo nuk i kanë besuar kauzës se mund të rrëzohet Albin Kurti përmes kauzës së tyre? Po sakt, dëshpërimi është aq i madh me opozitë, sa që ata s'kan pa alternativë të opozita. Këta vetëm e kanë braktis Albin Kurti 150.000 dhe nuk janë bind që me shku të opozita. Pro, që t'jem... Dhe fakti që nuk janë bindur, pra i bie që nuk i kanë besuar opozitës. Po, dhe që t'jem pak më i sakt. Do thotë, nuk mund të themi që ekskluzivisht jo vetëm këta 150.000 të Kurtit, por këta që s'dolën, kanë 1.900.000 votu së janë afërsisht me ato listat pastrume të papastrume, që abstenuan, do të kaç pak dole, në fakt nuk ishin ekskluzivisht protest kundër Kurtit. Ishte kryesisht protest kundër Kurtit, por kishte të bënte kjo lloj proteste, kjo lloj abstinence, edhe kundër këtë kostës politike duke përfshi këtu opozitën lidhur me pyetjen tuaj. Do të kishte të bëj me komplet ekosistemin politik, kishte të bëj me opozitën e figurave monotone, e ideve monotone, e diskutimeve të vjetra 20-30 vjeçare, pa ide të reja, pa energji të reja, pa projekcione të reja, një opozite përtace. Pra ishte reagencë edhe ndaj një opozite monotone cila vazhdon për sa dekada me riprodhu vetveten në mënyrë monotone, pa ofru diçka alternative, pa ofru diçka shumë energjike. Do thotë kjo reagenca po se po kundër Albin Kurtit, kryesisht jo është faji Albin Kurtit, aty nuk ka kurfar diskutimi, por ishte reagencë edhe ndaj kësaj opozite të lodhur. Pra, domethënë një opozite, elita monotone të saj të cilat e thash dhe po përsëris e kanë riprodhu vetveten që sa vite duke mos e luftu që çdo të Albin Kurtin dhe duke u shkput nga pritshmëritë e elektoratit. Dhe tash çka prodhon si rezultat? A ka fitues dhe humbës nëse i bie për ta ndjekur krejt këtë që tha Zoti Kastrati, a ka fitu dikush diçka në këtë zgjedhje? Po këta në gjithë fitus, opozitë në kuptimin e realizimit të interesa kështu të ngushta partijake, personale dhe të karikat deputetit që disa shohin fatkesisht, jo disa, po shumica si vend pune. Me këtë mund të vërtetoni nëse shihni nga legislacioni në legislacion, është një ligj atje që thotë deputeti merr 70% të pagës për një vit, nëse s'gaboj, nëse është i papun. Pra, të gjithë marrin 90% tyre, që i bie se ata për me shku me morat pagë duhet në administratë me shënu jam i papun. Do thotë lideri i opozitës i papun, milioner i papun dhe e merr atë rrogë. E gjithë kanë marrë. Janë profesor sigur jo për shembull, janë profesor këtë sigur jo, se s'kan. Po janë 4-5 profesor, më shumë ata se kanë marrë. Ata punën e dytë. Ata kanë kontroll pune. Jo, kjo kur delsh prej legislacionit. Mirë po, në përgjithësi, pavarësisht që është një opozitë e zbehur, që unë kam hap kritikat e mia sepse du me rrezu Albin Kurtin, sepse është e keq këtij vendit, a kupton? Dhe këta nuk mjaftojnë. A është hapi i parë se Albin Kurti po shkon duke rënë, në kuptimin duke u zvogluar si lëvizje vendosje pa këto vota? Po.
A ishte kulmi se thon tavani ai 28 dhjetorit? Po, më shumë nuk shkon. Pajtom. Shiko, është edhe një element, nuk është vetëm reagimi ndaj këtë qeverisës dhe mos qeverisës e Albin Kurtit. Po është që edhe kjo opozita s'ka prodhuar alternativë morale. Dhe alternativë morale është që nuk bëhet me opozita me shumë milionera. A kupton? Milionera Belardi, milionera Ilumiri, milionera Vjosa, milionera është pak problem. A kupton? Jo që s'ka milionera këta të vendosin, këta kanë shumë më shumë. Ta janë të vjetë kështu pa sa peq. Po nëse ti do me bë alternativë morale, nisësh me një strukturë pak më tjetër. Megjithatë, pavarësisht, duke i marrë parasysh gjitha këto që i thash, 324.000 afërsisht e votuan rezident opozitën dhe vetëm 299.000 Albin Kurtin. Po të bëjë një blok opozitori përbashkët, sot ata ishin në vendin e parë me 24.000 vota më shumë. Dhe gjithmonë kam thënë, se rezidentët, votuesit rezident nuk e aprovojnë një lloj ofendimi çfarë bën Albin Kurti, me këtë lloj keqërisje banditeske, izolim me SBA-n, izolim me Shqipërinë, izolim me shqiptarët në Maqedoni, katandisje në fukarallëk, domethënë për tokë ekonomia, migrimi dhe çdo shqiptar racional që jeton këtu në Kosovë, se ne tre jetojmë këtu edhe i kemi fëmijët nëpër shkolla, shohim se si shkojnë nëpër ato shkollat me kanalizim që ka përmend kjo Vjosa Osmani etj. Cili ta voton? Rrin te berberit, te frizerit, te taksisti, shesin gjithë ankohen për çmimin e vezëve etj. Prandaj ja ku është rezultati, 324.000 me 300.000. Por dallimi po bëjnë ata në diasporë. Ndërkohë, profesor Kastrati, një çështje që është duke diskutuar shumë, madje nisi të diskutohet vetëm pak para se të mbaheshin zgjedhje për krejt në fund të fushatës, çështja e pranimit ose jo të gazit të lëngshëm amerikan. Po. Nuk ka ende një reagim, ndonse u interpretuan në forma të ndryshme një deklaratë e zotit Kurti në një emision tjetër. Kjo është goditja më e madhe që mundet me jep të ardhmes strategjike të Kosovës. Por nëse më lënë të që atë diaspora veç një element, po du me cek, se aty po më duket pas namet pak borç që mos të keq kuptohemi. Diasporën e kemë fantastike, por Albin Kurti ka manipulu një pjesë të saj. Është shumë e vërtet, ka ardhur koha ta themi, unë kam thënë rrjetet e mia sociale, dua ta shfrytëzoj këtë rastin, është një pjesë e diasporës e cila ushqehet me 3 frustrime. E para, frustrimi është mos pjesëmarrja në luftë, se disa kanë marrë pjesë në luftë, po disa jo. E dyta është një pjesë e diasporës që janë shumë nostalgjik dhe i takojnë atij proletariatit jugosllav që ka dalë në 89-90, dhe te Albin Kurti e shohin një farë sigurie të atij rendit jugosllav që ja ka prish kjo UÇK-ja. Dhe e treta është që kjo xhelozia pak se që ky shkodroni ty punu këtu ka bë punë më mirë se atje në Stuttgart etj. Çto 3 frustrime Albin Kurti në mënyrë mjeshtrore i ka marrë, ka paketuar me një projekt hakmarrës politik, edhe ju ka thonë, shikoni, ju të proletariatit urrejni këta edhe votoni kundër sepse ja kanë prish rendin jugoslav tjetesës. Edhe hakmerrën kushrive të ju që ka bë punë më mirë me opozitën ty punu, se këtë me opozitën s'kena punu. A kupton ai që komi në market i ka bë punë me djerës vet, a kupton? Pa i ka kish përdor Albin Kurti, dhe e treta votoni kundër këtyre komandantëve dhe mos u kompleksoni që s'keni qenë luftë, sepse do t'i shpallim të gjithë hajna. Dhe që kjo kontingent i kësaj diaspore, jo krejt diasporës, por pjesa e kësaj diasporës, për bën dallimin. Tash nga ky 324.000, 300.000 që përmenda, ky e krijon një përsi më të madhe për shkak të aty atje. Ata nuk do të më votu kështu, si mas meje. Ky është modeli gabum. Do të më marr modelin Kroacisë, Maqedonisë, e kam përmend një herë të ju duket, dhe të tjerave ku diaspora i ka ulse të rezervuar vëlla. I ka 3, 4, 5 ulse të rezervuar, ata 3-4 deputet, por ata voton diaspora, ata i përfaqësojnë drejt për drejt interesat e diasporës. Këtu nuk po dihet kush çka është. Dhe na lën neve rezidentëve këtu që jetojmë këtu çdo ditë me telashet tona të arsimit, shëndetësisë, të ekonomisë, të kanalizimit, të sjelljes, ne të përballemi, ne ta dimë se cili do të jetë ai menaxheri më i suksesshëm. Sepse po smur ai diasporës se kanë përsërit disa herë atje në Stuttgart, e thirr mjekun e Stuttgartit. Jo mjekun e Çukokës, po ju kall shtëpia thirr zjarfiksin e Stuttgartit dhe jo zjarfiksin e Kosovës. Nuk Kroacia, Maqedonia, SBA, të gjitha kanë kështu. Modeli do duhet të ishte aje taksa paguesi i Kosovës, jo paguaj rrym këtu në pronën që ku marru shtëpinë e ujësjesin, po tatim në pagë, sikur na tre, në ATK me shku pi pagës, me të nxjerr parët, e ATK jam i marr ato parë me ndërtu infrastrukturë këtu edhe me ngritë cilësinë e jetës për fëmijët tonë. Sepse kështu do të ishte pak më reale. Prandaj, unë mendoj që në legjislaturën që po vjen, është desh më diskutu kjo punë. Pse? Sepse ka një rrezik tjetër që mbart në vetvete. Ligji për nënshtetësinë, që Albin Kurti ju ka mundsu gati 600-700.000 serve. Me orë me marë në shtetësi, këtu. Nesër mas nesër, ata do të arrisin votën kështu. A kupton? Dhe mundë me të bëjë 20-30%, 40% lista sërbe. Nuk po egzagjeroj. Po ja vendos kushtin që ja ka hek Gjelas Vesha në ligj, që s'paku 5 vitet e fundit ke jetu këtu dhe ke pagu taksa në ATK. Për dalte gazi.
Dëgjoni, është goditja më e madhe strategjike që Kosova e vetvetes. Asnjë politikan nuk e kam dëgjuar, asnjë politikan nuk e kam dëgjuar me fol për raportin e fundit të Departamentit Shtetit që është dërguar në Kongres, i cili thotë qartas, nuk ka më politika e re e jashtme amerikane, ndërtimi i shtetit, zgjerimi i NATO-s, përforcimi i demokracisë, me shu ato pare kështu kogjasi kot, por tash që tutje objektiv do të jetë zhvillim potenciale energjetike dhe infrastrukturës ekonomike. Dhe në këtë mandat Trumpit, presidenti Trump e ka bo doktrinë strategjike të politikave të jashtme zhvillimin e potenciale energjetike. Shtetet për rreth që i kena, konkuruse, kombet konkuruse, të gjitha kanë kuptu me që që potencialet energjetike të qëndrueshme kanë me sjell me njëherë edhe investime amerikane në të ardhmen. Rastin që kemi te qyteti i Aleksandropoli në Greqi. Ata ndërtuan terminalin për rigazifikimin e gazit të lëngshëm amerikan që vjen për Amerikës dhe SBA Amerika tash po kërkon që me u zgjeru rjeta e gypave që me kuptu ma lehtë qytetari, përpjet ka Evropa qendrore, jugore, juglindore dhe Ballkani këtë kontekst duhet me u pas si pjesë më e gjerë këtij projekti të Evropës qendrore, juglindore, jo vetëm si të copza të vogla. Strategjike. Të gjithë strategjike po. Dhe aty është ai që quhet kanali vertikal verior që duhet me shku prej Greqisë, Rumani, Bullgari, Hungari, Slovaki, Poloni e në fund më finalizu në Ukrainë. Pse? Për mja bo alternativ gazit rës, mës mja blim më Rusisë gazin talme, që kjo nënkuptën diversifikim që s'pe kuptojnë njerëz të qytetarët e thjeshtë. Dhe diversifikimi nënkuptën që kur fillon ti me marrë gazin Amerikan, nuk marrësh politikisht më nga Rusia. Kur merr gaz nga Rusia, marrësh politikisht nga Rusia. Qa boni Kosova? E refuzoi Albin Kurti gazin. Tash Albin Kurti, a nuk e diti krejt këtë logjik që e thatë zoti Kastrati dhe krejt këtë potencial për investime dhe për politikë strategjike në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo pse vendosi që t'i thot jo pak a shumë gazit amerikan të paktën nga ajo që tha në deklarimet e fundit publike? Unë nuk jam në politikë, po vazhdoj të kem këtë qëndrim për Albin Kurtin sa për këtë shoqërisë relacione me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse po flas me dritën e fakteve dhe jo s'po bëj propagandë. Albin Kurti nuk është i paditur. Ai e ka ditë këto kretë komplet, edhe stafi i tij. Por Albin Kurti dhe pushteti i tij është një ideologji majtiste e cila shumë shpesh është armiqësore ndaj interesa strategjike amerikane. Dhe aty ku ne nuk kemi frekuenca me këto interesa strategjike amerikane, aty neve na ndreqi. Mos harroni, përveç Greqisë, Bulgartransgaz, një kompani shtetërore e Bullgarisë i ka blenit 50 aksionet ati LNG-s, gazit lëngshëm amerikan. Maqedonia ka filluar 2010-2014 me ndërtu rrjetin e gazit që e lidh me Greqinë, e në atë rrjet me Maqedoninë Kaçanik do duhet lidheshim edhe ne që Albin Kurti s'po dën. Kryeministri Rama ka nënshkruar në prill tash një marrëveshje kornizë 20 vjeçare me Greqinë dhe me SBA-n për importimin e gazit lëngshëm amerikan. Fillimisht ka më importuar nga Greqia e pastaj do të bëhet një terminal rigasifikimi në Vlorë i cili pastaj do të eksportojë. Për cilit thoshte Albin Kurti se do të mund ta marrim gazin e lëngshëm amerikan dhe nuk ka nevojë që të vijë në Kosovë. Faleminderit, po gënjen Albin Kurti sepse ai është projekt 20 vjeçar kornizë që thash, edhe ai det bëhet, a kupton sa vjet shkojnë. Edhe tash nuk po presin këto objektivat strategjike në raport me Rusinë që i ka Amerika. Shikoni rastin e Kroacisë. Është ndërtuar terminali në Krk të Kroacisë më shumë me mjetet të Kroacisë, fondet të qeverisë kroate dhe të Bashkimit Evropian, edhe tash ai gaz shpërndohet nga rrjeti i gazit të kroatëve dhe deri shkon përmes Hungarisë në Bashkimin Evropian. Madje tash në samitin marrëveshjes së 3 detëve që i thonë ata në Dubrovnik që u majt, u prezantu një qendër inteligjente që ka më investu deri në 58 miliard $58 në Kroaci. Kjo duke i falendruar që tash Krk, qyteti, pra Krk, terminali Krk që ka emrin atje në Kroaci, mjafton për me furnizu bashkë me potenciale tjera energjetike këtë qendër dhonave e cila ka me trajtu modele si ChatGPT-s, të inteligjencës artificiale, domethënë dhonave të ndryshme. Madje edhe Vučići i ka thënë në Fox News dhe pardje, po ne ofrojmë partneritet strategjik edhe me ndërtu kësi qendra të dhona të inteligjencës artificiale, të rritjes së potencialit energjetik dhe të importit të gazit lëngshëm amerikan. Se më thonë këta jo se ka me dalë ma shtrejt në treg ky Besnik Beslimi
gazi i lëngshëm amerikan se sa ajros. Po të s'kime pas më varësi nga Rusia këtu në Ballkan, as Vučići, dhe kur e ke gazin amerikan nër tokë, atëherë s'ki nevojë për ushtar mi tokë me trujt. Se zgjat apo që kjo është tabla kryesore dhe i vetmi Albin Kurti këtu në Ballkan perëndimor është që ka refuzuar këtë gaz. Edhe kjo, zbashku me ato refuzimet që po i bën investime miliardë në Zvërnec atje në Sazan, të cilat shumë shpejt mund t'ikin diku në Mykonos, në Greqi, ose në Malë të Zi, atëherë që kjo është ka dojnë armiqët e shqiptarëve. Pra, e dojnë Shqipërinë ekonomikisht të varfën dhe Kosovën të kërcënuar nga Serbia në momentin kur ajo nuk mbrohet nga Amerika. Sepse çka ka me të mbrojtur që Amerika kur te as gazi nuk ja merr. E qartë, zoti Kastrati, faleminderit shumë që ishit sonte bashkë me ne në studion e Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ndërkohë krejt sonte vonë është raportuar për një incident me armëzjarri në komunën e Lipjanit. Kolega jonë Vesa Hoda ka shkuar atje për të marrë më shumë informacione, do të lidhemi drejt për drejti me të.